بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Falëndërimet, lavdërimet gjithnjë I takojnë Zotit të madhërisëm, krijuesit të gjithësisë, sunduesit në këtë botë në botën tjetër. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet, selavatet, selamet tona të përzemërta nga ky vend, në këtë ditë të bekuar nga thellësia e zemrave tona, ja përcjell me mësuesit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhelle xhelalu. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se feja është këshill për njeriu në jetën e kësaj bote, ne po mundohemi që nga thesari I çmuar I kësaj feje të marrëmi diçka që na bën dobi në jetën e përditshme, në këto rrethana në të cilat po jetojmë si njerëz. Dhe po provojmë të zgjedh tema të cilat lidhen me përditshmërinë tonë, sidomos në këtë kohë ku materializmi ka prish begi shumë raporte shpirtërore të njeriut. E sot me lejen e Zotit të madhërisëm do ta përcjellim një porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me raportet mes njerëzve, miqësinë mes njerëzve, qëllimet e miqësisë mes njerëzve e kështu me radhë. Dhe ku e kemi fjalën këtu të dashur vëllezër, secili prej nesh shpesh herë ndoshta edhe mendon vallë Zoti I madhërisëm është I kënaqur me neve. Jetën që e zhvillojmë, punë që I bëjmë, a thu Zoti I madhërisëm është razi me neve. Dhe secili prej nesh ka dëshirë me ditë përgjigjen. E ka disa vepra në Islam që Zoti I madhërisëm në ka treguar në këtë dunja se a është razi, a është I kënaqur me ty apo jo. Shumë interesant do kjo mesela. Domethënë ka disa vepra në këtë dunja që Zoti I madhërisëm na ka treguar se ata të cilët I bajnë të vepra në këtë dunja, Zoti është I kënaqur me ta. Dhe ka disa vepra që thot Allahu xhelle wala e kush I bën këto vepra në këtë dunja, dëshmon se Zoti I madhërisëm nuk është I kënaqur me ta dhe është I dhuruar me ta. E sot do ta fillojmë një hadith pejgamberit alayhis salam me sqaru në disa vepra që dëshmojnë se Zoti I madhërisëm e don robën e vet. Transmeton një shok I pejgamberit, Ubade bin Samit e ka pasëmin, thotë kam dëgjuar pejgamberin të thonë se ka thonë Zoti I madhërisëm e meriton dashnin, respektin, mbështetjen, faljen time ato njerëz të cilët duhen për Allahun xhelle xhelalu. Nëse don me ditë se a do Zoti I madhërisëm a nuk do, a është I kënaqur Allahu me ty a nuk është I kënaqur me ty, vënoja menën që të në farë porosive që I ka përmend pejgamberi këtë hadith dhe zbashku ta bëjmë që shtojnë ka një tik, t'ja bëjmë ka një shenjë nëse ne jemi për një me që ta që I bëjmë të vepra. E para, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ka thonë Allahu xhelle xhelalu huqqat mahabbati lil mutahabbin fiyya. E kanë meritu dashurinë e Zotit të madhërisëm ata të cilët duhen për hir të Allahut xhelle wala. Dhe pyetja, a duhemi në këtë dunja për hir të Zotit të madhërisëm? Dhe si duhemi për hir të Zotit të madhërisëm? Cila është interesi që kemi për njëri tjetrit? Dhe kush ndërhyn mes njëri tjetrit? A për një mend ndërhyn respekti, dashuria e Zotit, apo
ka ndërhyjë dikush tjetër në jetën kësaj bote. E dyta, sepse do t'i shpjegojmë për çdo xhumë një ka një. Huqqat mahabbati lil mutawassilin fiye. Thot Allahu, e kanë merituar respektin, dashurinë tem ata që i kanë marrë lidhjet për Allahun xhalla xhelalu dhe i kanë vdek. Sepse kallaj është mi thonë dikujt atë kam shok, të kam vëlla, e pastaj mas 1 vjetë, 2 vjetë me shkput lidhjet. A një arsye që e ke shkput lidhjen? O nuk keni dasht se mi dasht për Allahun, ose kemi pas për qëllim të mirën, o diçka ka këtu, sepse s'ka mundësi me shkput lidhjet nëse e don dikan për hir të Allahut xhelle wala. E pejgamberi sa po thot, e kanë merituar faljen e Zotit, dashurinë e Zotit, ata të cilët i kanë vazhduar lidhjet për Allahun deri kanë vdek. Do të flasim xhumave tjera për këtë çështje. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, e kanë merituar thot dashurinë e Zotit të Madhërisëm ata të cilët lil mutanasihin fiye, ata që këshillohen për hir të Zotit të Madhërisëm. S'ki asnjë dobi pe kësaj dunjaje, por e këshillon për hir të Allahut. Dhe i thunë ta duhet mirën, s'kam interes kur gja për i se pune, por unë për të them se kjo punë është shto. Për Allahun xhelle wala, sepse do të shpjegojmë xhumave tjera një ka një. Dhe çështja tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, e kanë merituar dashurinë e Zotit të Madhërisëm ata të cilët shpenzojnë për njëri tjetrin, për hir të Allahut xhelle wala. Do më shpenzojnë, qka do diçka të vogël këtë dunja. Edhe kafe nëse i paguim dikuj, edhe një shishe uj nëse japë me dikuj, nëse e kena ba për Allahun xhelle wala, Allahu po do të fitojnë dashurinë tem, respektin tem. Qoftë një sen më i vogël se bote, sepse ti mund është me i dhanë hedije dikujna ku me ditë sa shtrejt. Po nëse se ki për Zotin e Madhërisëm, s'ka vlera e punë kurçan. A nëse ki për Allahun xhelle wala, sa do që t'jetë e vogël e vepër, ki me gjetë e shpërblim. E çka ndodh nëse i bajna këto sene? E po thot Allahu xhelle wala, el mutahabbuna fiye, ka thonë ato që duhen për mua, ala manabirin min nur, në xhennet do të ulen në karrige, koltuke që janë pej drite. A keni pa në herën këtë dunja front pej drite, ku shka mundësi me kap dritën dhe me maru prej saj kariga, ose pozicione me mija kilometra distancë. As kush përveç Allahu xhelle wala që ka maru xhenetin till që të flasë njerë për xhenetin. E po thot pejgamberi alayhis salam, në qëtë pozit në xhenet, kanë me konë që ato që i kanë pas të 4 cilësi. Edhe çka është më interesant, thot ky pozicion në xhenet është pozicioni që ja marrin lakmi pejgambert, njerëz të sinqert edhe dëshmort. Nuk ka pozit më të lartë se sa pozita pejgamberëve në xhenet, e pastaj pozita dëshmorit dhe të sinqertëve. Të tretë këto ti grupe që Allah i ka favorizuar këtë dunja në ahiret, kanë mja marrë lakmi kur t'i shohin nesër besimtarët të cilët janë dasht për Allahun azza wa xal, i kanë rujt lidhje deri në vdekje për Allahun xhelle wala, janë këshillu për hir të Allahut xhelle wala dhe kanë kontribu për njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. E pastaj kanë merituar këtë shkallë të lartë në xhennet, të cilën shkallë kanë mja marrë lakmi mas pari pejgambert, e pastaj njerëz të sinqert dhe dëshmort që kanë ndrarë në rrugën e Allahut xhelle wala. Kthehemi vëllezër shkurtimisht te e para. E para me dash dikan për hir të Allahut xhelle wala. E shefni vëllezër në jetën e përditshme, sidomos në kohën tonë, s'ka mbet asgjë për Allahun azza wa xal. Krejt punë që i bajnë për interesat dunjas. Krejt punë që i bajnë këtë dunja, sepse ne ka imponu koha një model çuditshëm.
kur gjo nuk lam për Zotin e Madhreshëm. A nëse s'kemi lan diçka për Zotin e Madhreshëm, ta dish atë ditë kur vdes, aja vepër tjetë në bidhej, se merë më me veti. Kush s'ka ba vepra për Zotin, atë ditë ku të varrosmi, që aty përfundon vepra. Se vape se vepre, aty ndalet. Për këtë arsye muslimani, çka do që të ban jetën kësaj bote, e ban për Allahun xhelle xhelalu. Edhe s'pret shpërblim për njerëzve. Fare. Nuk njemi mirë nëse na kthejnë me të keqe, po për ndryshe, zero, kemi për qëllim dikant tjetër përveç Allahun xhelle xhelalu. Çka do që të bëjmë jetën kësaj bote? Sepse jeta jonë, kontributi jonë, është sakrificë për Allahun xhelle xhelalu. Dhe për ti kërkojmë shpërblim në ahiret, jo për njerëzve. Por kemi armë një kohë të dashur vëllezër që as dashurinë mes antarëve të familjes, ma nuk e kemi për Allah. As dashurinë mes shokëve se kemi për Allah. Sepse si të përfundon interesi, përfundon dashuria. Dje kemi qenë shok, mbrëmje i na prish në biznes, në interes dunjas, në sabaj na quar miki njëri tjetrit. Kjo është kur nuk e do ndikan për Allahun xhelle xhelalu. E për këtë arsye, kur garanton Zoti xhennet, në Kur'an, kur të lexoni Kur'an vëllezër, edhe kur të lexoni hadith, në ato vepra që ka garantuar Allahu xhennet, dije që s'është lehtë me i bë. Për shembull, apo don me ditë, a don Allahu ty as don? Veç pyet veten sa njerëz në këtë dunja i don për Zotin e Madhreshëm, që s'ki asnjë interes përveç Allahut xhelle xhelalu. E pyesën e veten, edhe ju pyet në veten tuaj. Pra nuk është jeta gjithçka materiale, por duhet me kanë diçka shpirtërore vëllezër. Duhet me kanë diçka njeriu është qenie shpirtërore. Pse s'mini kënaqt kur jemi afër një tjetrit? Sepse kena kriju barikada false, edhe zemra detekton që s'është në rregull kjo punë, edhe ti s'nihesh i qetë. Në vend se përballë shokit, dashamirit, muni i qetë, nëse ki të lashet dunjas, me gjetë një mbështetje, në snimi, se ndjemët, sepse jemi falës. Jemi falës. Për këtë arsye vëllezër, unë po provoj mi trajtu këtë tema, sepse me të vërtet i kena ban, e dyshim i ban vëllezër, që ka thonë njëni për sahabëve, do të vjen koha që njerëzit kanë me qenë të bukur, a i ka bën mënyrë alegorike, ka thonë sikur se kingji, i bukur, pamin e bukur, a më zemrat e ujqve. Por një mene imi të bukur, se investojnë në loke, ku e di qka, apo se kemi pamin e njerit në sotë. Njeri nuk e mytë, njeri nuk e hanë. Çfarë kohë kemi arna? A nuk e pas ka qëlluaj sahabi cili thotë se do të vjen koha që njerëz kanë mi pas pamjet e mira, ama zemrat i kanë si tujqve. Edhe ne mi ban sot til njerëz. Njerëz të këtij shekulli vëllezër. Nëse ka më na shkatru dikush, nëse kena mu shkatru për shkak diçkafit, kena mu shkatru për shkak se kena dal për njerëzorës, për perimetrin ku së ndonë ana shpitrore. Edhe veç shkatrohemi. Allahu xhelle xhelalu ka folë në Kur'an për njerëz, për popujt e mëhershëm që janë kanë shumë më të fuqishëm se na, edhe janë shkatru. Allah thonë në Kur'an, kem taraku min jannatin wa uyun. Dini thotë se sa kopshte, pallate e territore kanë lanë, wa zuru'in wa maqamin karim, e pozicione begit mëdhaja tjetës, wa ni'matin kanu fija fakihin, dhe kanë lanë të mira që i kanë shiju. Allahu pëdhët këdhalike eurathnaha qaumun akharin, dhe kështu na i qumë në kontinjerët të historisë dhe për në popuj tjerë.
E ky sheku jon ku më na myt vëllezër të dashur, që kjo materialja. Edhe ku të flasmi me antarët e familjes i shohmi, nëse s'kemi interes, s'kena, nuk kena durim 5 minuta me ballaf për diçka që është normale. Sepse materiale ka ndryer. Ne jemi qenje shpirtërore. E për na thot Resulullahi, kush don me ditë që ki raportin me Zotin e Madhreshëm, pyet e vetën, kanë don për hit Allahu xhallahu ala. Kanë don për hit Zotit Madhreshëm. Vëllezër, a di që shoh me dash dikan për hit Allahu xhallahu ala? Shembullin më të mirë ka dhënë shokët e Resulullahit. Kur kanë ardhur refugjat prej Mekës në Medinë, të nesërmën janë qunë mëngjes medinast, që ka përmen Allah në Kur'an. E ka thonë pejgamberi ja Rasulullah, thotë une jam qunë sot mëngjes, edhe du me da pasurin 50-50. Me kam do me da ditë pasurin, thotë me që ata që kanë ardhur për Mekës. Zgjedhë cilën dushër për tyne, prej sodit është vllai jem. I ka vllazëruar pejgamberi. E ka ndonë pasurin 50-50. Por këtë arsye ku ti përmen Allahu në Kur'an, që janë shembull, dikush thot, po pse do t'i marr shembull ata? Po nëse si marr mi shembull që ata, ty më të marr shembull e mua. Ka me marr shembull da. Urnati, po të marr shembull ty, gjema një vepër, që ke bën për Allahun xhallahu ala. Gjema. Gjeni shoqëri në historitë njerëzimit që ka bën vepra tilla. E na po i marrim shembull. Sa Allahu xhallahu ala ka zbin Kur'an për ta, ka thonë janë banor xhennetit, sa në kanë gjallë. E ti thu çysh është e mundshme sa kanë gjallë? Allahu më thon ti je banor i xhennetit. Mas pari po flet Zoti, ai që dit ardhmen. Po flet Rabbul Alemini, ai që dit msheftën. Ai zgaranton për diçka që s'on rregull. Dhe ajo që është e jashtme e dukshme vrejet, sepse me të vërtet kanë qenë njerëz që kanë pas frikë Allahut xhallahu ala. E dini mora vëllezër që ka pas peshove të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë pasuniki më i madh. Por 1 minutë u bë më i varfër në Medinë. Çish u bë më i varfër në Medinë? U kanë të kallzu ders pejgamberi, ka thonë kush don xhennet, thotë t'ia siguron kafshatën e bukës në jetimit. E ka që do ja Rasulullah, a ma garanton xhenetin? Thot po, pe këti momenti, thot kopshti jem i tregtis me hurme, s'është jemi. Thot është i këtu në thmive. Edhe kanë shku thmit jetima në kopsht. A i kanë dherë thmin e gruën pe kopshtit, pe palatit. Ka thonë s'është i joni ama kjo palat. I tha gruja i kunash pra, ku e lave palatin? Tha edhe Allahu xhallahu ala, tha pe sodit pronarën të jetima. Unë s'jam më pronarit i veni. A e ban ti këtë vejë për Allah që më të përmend? A e ban? A e bajmë na për vllazni, për shok, për dashamir, për popull, a i bajmë të vepra? Për këtë arsye, nuk është letë me kam besimtar vëllezër. Ai që se ka target xhennetin, ai ka me humbë me gjithçka në këtë dunjë. Ai që ka target xhennetin, vallahi edhe dunjani e hapmi, veshtën e siguron diku xhennetin. Krejtë të mirë që kemi hapmi. Sepse kemi target xhennetin. E s'mund më rinë kama në xhennet atyre që se kanë këtë zemër paqt. Do të mi ba 100 kurtha natën, mi amor kafshatën e bukës e dimit, edhe me pretendu se e musliman. Pra nuk është letë. Pra po thot pejgamberi sa kanë me hyrë në xhennet ato që duan për Allahun xhallahu ala, dhe inshallah taala e vazhdojmë xhuman tjetër. Alhamdulillahi rabbil alamin.